7 foshnja kanë ardhur në jetë në ditët e para të vitit 2026 në maternitetin e Spitalit Rajonal të Dibrës. Fëmia i parë për këtë vit ka lindur në datën 2 janar, ndërsa fëmijët të tjerë në ditët në vijim. Mjeku ginekolog pranë këtij spitali Bajram Balliu tha se trendi i ditëve të para të janarit është më i lartë se vitin e kaluar, megjithatë numri total vjetor i lindjeve është në rënje. Gjatë vitit që lan pas kanë ardhur në jetë në këtë maternitet 443 fëmijë, ndërsa në vitin 2024 ka lindur 558 fëmijë. Nga 2024 në 2025 kanë lindur 115 fëmijë më pak. Mjeku obstetër Bajram Balliu thotë se me shtimin e aparaturave të nevojshme dhe shtrimeve, ky trend të mund të rritet këtë vit. Për vitin që shkoi, për vitin 2025, në maternitetin ton kanë lindur gjithsej 443 gra. Nga këta lindje janë lindje normale afër 65%, dhe një lindje 30-35% është me seksi cezare. Për këtë vit, për vitin 2026, deri me datën sot që është data 5 janar, ka ndodhur gjithsej 7 lindje, nga të cilat 4 lindje me seksi cezare dhe 3 lindje normale. Krahasuar me vitet e tjera, duhet të thënë, siç e kemi përsëritur edhe herë të tjera, që është një trend në rënje i numrit lindjeve. Për shembull, krahasuar me vitin 2024, ne kemi patur gjithsej 558 lindje. Kurse këtë vit, që shkoi të vitin 2025, 443 lindje. 7 fëmijë të ardhur në jetë në ditët e para të janarit në Spitalin Rajonal të Dibrës gëzojnë shëndet të plot.